Të jesh pak lëpirës në politike kështu me radhë, që t'jarrish në qëllimi që kur nuk e bën jeta. Nuk është mirë kur i shikojsh udhëheqësit e shkollave se si shkojnë dyër me fllajer të ndryshëm. Unë nuk kam thënë nxënësve kur pyeten, ç'ës parti takojnë, thon po, unë i takoj partisë PDM-s. Thon, ç'ka parti është? Partia Demokratike e Matematikanëve. Do thotë asë si në atë aspekt mirë, po ka diçka. Do të jemi gjithë, do thotë, ta flasim realitetin. Arsimi është i politizuar për fat të keq. Pak jepet rëndësia asaj se kuadrot profesionale, meritokracia, ato të cilët do të ndihmojnë çështjen e arsimit, t'u jepet mundësi. Pikërisht ajo është një faktor i ka ndikuar që arsimi në Maqedoni të jetë, themi, në këtë gjendje që nëse në të ardhmen, do thotë, me ligje nuk rregullohen disa gjëra të definohen qartë se mësimdhënësit, udhëheqësit e shkollave kështu me radhë mos jenë ata që ndikojnë shumë në çështje të cilat e ulin nivelin e arsimit. Më vjen keq që të them, nuk shikojsh mirë, nuk flas për themi tani kjo parti ajo parti, po flas për në aspektin e asaj, edhe do thotë në themin ato strukturat partijake, shqiptare, maqedone të tjerat, nuk është mirë kur i shikojsh udhëheqësit e shkollave se si shkojnë dyër me fllajer të ndryshëm. S'është mirë për nxënësin, nuk është për nxënësin, se shif ai nxënës ose një arsimtar që mban numrin e partisë në profil, në cover Facebook, në rrjetet sociale. Se si mësimdhënës fëmia të shef. Ai është në moshë që ti shikon model të ka se si. Se edhe ne kemi shqetësimet tona, bie fjala, shive nëse nuk askush nuk pes pare, themi, nuk je për atë se ti kontribuosh 40 vite në arsim, edhe je 8 antar, edhe je një pensionist, as një antar familje i punësuar. Do thotë, paramendo, si e ndjesh veten. Pikërisht këto janë gjëra të cilat kjo shoqëri nuk din të respekton, për fat të keq, pse pasi është bërë shumë një shoqëri ku më tepër kanë vlerë, do thotë, mos e përdori një fjalë që s'dua të përdori, të jesh pak lëpirës në politike kështu me radhë, që t'jarrish në qëllimi që kur nuk e bën jeta. Jeta është e shkurt, dua gjithmonë që edhe pas përfundimit jetës kësaj bote, në botën tjetër, që dikush ndoshta do të më përmend mua edhe të tjerët, edhe të xhemi, në atë se kemi kontribuar për gjeneratat të reja. Jo të na përmend dikush për të keq.